Tha së dosh me shky mocën me vakt. Ishin kënë martu një 2 vllazën për i herë. Kur hinë dhonër, njonit i kish pahin një mocë në kërvet. Nisi ajo më bërtit aty mjau edhe të kapi aj për 2 komve e të shkyo mocën e të gjujti për jashtë. Ajo nusja qysh ish në divan aty u të shashtres. Nesrit dollën nusët në përshpeje. Ajo nusja që ati që kish shky mocën, punojke, nigojke, u palojke. Kjo tjetra hiq. Qashtu edhe ditëve tjera, që kjo tjetra s'pja merë në është burrit vetë hiq. Dikur, a i vlau pi thët këti, që ju tëtë kënusja. Tha Allah hile për vlau, qka ki bon, tha si kënusja jote, dyshysh për të ruhet ty fort, kjo jemja hiq mërë së të një. Tha bre vlau për të kalzoj. Që atë natë që më hi dhonër, më kish pa hi një mocë. Aty e të kum kape, të kum shky nërsy nusë, e të kum gjujt për jashtë. Thot që ta kalzë, qohet kënë promje, ky vlau tjetër e të merë një mocë, para se më shku më ra edhe të shtin aty në qilirë. Kur shkojnë më ra moca mjau aty, këtë e kap mocën për 2 komsh të shkyn e të gjun, nusja pe këqyrë. Tha, qka bonë, tha njeri. Tha, e shkyva, tha mocën. Tha, se hisë jetë një për mu. Ati vlau tem, tha, pitutët nusja, tha, se e ka shky mocën, kërë hi dhonër. Tha, laj bre njeri, tha, veç që morën qafë badihava mocën. Tha, se o dosh me shky mocën me vakt. Tha, tash badihava e ki.